Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. 4 programe studimi ofron shkolla e mesme profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër, duke u dhënë mundësi zgjedhje të rinjve të rajonit jugor për të marrë një profesion që do t'i siguronte të ardhmen. Si një shkollë tashmë akredituar, certifikata dhe diplomat njihen edhe në vendet europiane. Turizmi po jep një tjetër ritëm zhvillimit ekonomik në Këlqyr. Rritja e numrit të vizitorëve ka nxitur hapjen e bizneseve të reja, kryesisht bujtina, ndërsa autoritetet vendore kanë ofruar edhe lehtësira fiskale për të mbështetur sipërmarrjen në vitin e parë të aktivitetit. Turizmi nëpërmet vijon të shënoj rritje nga viti në vit. Vetëm gjatë periudhës janar-korik, qytetin e kanë vizituar rreth 60.000 turistë të tërhequr nga natyra, trashëgimia kulturore dhe kulinaria tradicionale. Rritja e fluksit po shoqërohet edhe me zgjerimin e kapaciteteve akomoduese dhe bashkëpunimin me operatorët turistik. Qendra Muzeu i Fjalës Lefter Çipa organizoi ditën e shtunë aktivitetin e titulluar Dita e grupit të pilurit, një organizim që përcolli emocione e kujtime përmes interpretimit të këngëve të këtij grupi. Ky aktivitet synohet të marrë vlerën e një feste tradicionale të përditshme, në motiv të së cilës do të mbeten vlerat e grupit të famshëm. Këngët, kryevepra të polifonisë shqiptare dhe krijimtaria 60-vjeçare e grupit të pilurit, që e themeloi dhe udhëhoqi artistikisht poeti Lefter Çipa deri kombit. Ju njohim tani më gjerësisht. 4 programe studimi ofron shkolla e mesme profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër, duke u dhënë mundësi zgjedhje të rinjve të rajonit jugor për të marrë një profesion që do t'i siguronte të ardhmen. Si një shkollë tashmë akredituar, certifikatat dhe diploma njihen edhe në vendet europiane. Shkolla Thoma Papapano në Gjirokastër do ta nisë vitin e ri mësimor si një institucion arsimor i akredituar, duke u renditur ndër shkollat e para profesionale që pajiset me këtë certifikat. Është akredituar në drejtimet mësimore të mëposhtme, shërbime mjete transporti, elektroaut është specializimi i ngushtë, drejtimi termohidraulik, instalues i sistemeve termohidraulike, sistemeve ngrohëse dhe ftose. Drejtimi mësimor teknologji, informacioni dhe komunikimi, me specializimin e ngushtë mbështetës të përdoruesve të TIC dhe elektroteknik dhe vazhdon dhe hoteleri turizëm. Të gjithë 4 këto kualifikimet, të cilat japin mundësi për të studiuar nxënësve që kanë mbaruar klasën e 9, ata që regjistrohen në klasë të 10 dhe nxënësit që e vazhdojnë shkollën ton, synojnë kualifikimin për tregun e punës dhe për vazhdimsinë e studimeve të gjitha nxënësve pasi mbarojnë arsimin profesional. Tashmë të rinj që frekuentojnë këtë shkollë kanë të drejtën të punësohen edhe në tregun europian, sqaron drejtoresha Renata Puleri, ndërsa kushtet e mësimdhënies janë bashkëkohore. Të gjitha certifikata dhe diploma e kësaj shkolle i njihen dhe nga shtetet e tjera europiane. Tashmë, pra ne jemi një shkollë që lëshojmë certifikata dhe diplom, të cilat njihen jo më vetëm në vendin tonë, por dhe në vendet e tjera të Europës. Një shkollë akredituar do të thotë që kjo shkollë i plotëson standardet, i plotëson kushtet. Pra është një shkollë që ka kabinetet dhe laboratoret bashkëkohore, në ambientet e të cilave nxënësit zhvillojnë mësimin dhe aftësohen nga ana praktike. Ka një staf të përgatitur. Ka një mbështetje psikologjike, sociale, nga të gjitha organizmat, duke u nisur nga organizmat e ngritur këtu në shkollë, si nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, ashtu dhe nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit. Për nxënësit që zgjedhin të studiojnë në këtë shkollë, ofrohet edhe mbështetje e cila vjen në forma të ndryshme. Të gjitha atyre fëmijëve që vazhdojnë shkollën dhe janë nga familjet me ndihmë ekonomike, shteti ju ofron bursë. Për të gjitha vajzat, pavarësisht kushteve ekonomike të familjes së tyre, shteti ju ofron gjysmë burse nëse ato regjistrohen në këtë shkollë. Për fëmijët që na vinë nga rrethinat, nga Përmeti, nga Tepelena dhe nuk zgjedhin si opsion qëndrimin në Konvik, shteti ju rimborson transportin. Për gjithë ata fëmijë që kërkojnë të rinë në Konvikt, shkolla ka konviktin e vet, ka ambiente për djem, ka dhe ambiente për vajza.
Vitin e kaluar mësimor, shkolla profesionale Thoma Papapano u frekuentua nga 150 nxënës që vinë nga zona të ndryshme të rajonit jugor. Turizmi po jep një tjetër ritëm zhvillimit ekonomik në Këlqyr. Rritja e numrit të vizitorëve ka nxitur hapjen e bizneseve të reja, kryesisht bujtina, ndërsa autoritetet vendore kanë ofruar edhe lehtësira fiskale për të mbështetur sipërmarrjet në vitin e parë të aktivitetit. Zhvillimi i turizmit po shoqërohet me rritjen e numrit të bizneseve të reja në Këlqyr. Vetëm gjatë këtij viti janë hapur rreth 10 subjekte të reja, pjesa më e madhe tyre bujtina, duke dëshmuar interesin në rritje për investime në sektorin e turizmit. Në vitin e kaluar ne kishim 178 biznese në total, të mëdhenj të vegjël, në të gjithë njësinë administrative Suk, Ballaban, Dëshnic dhe Bashkinë Këlqyr. Kurse si vjet kemi dhe 10 çelje të reja. Kryesisht janë bujtina, janë guest house, ka dhe për akomodim, hotelesh, por janë në sasi më të vogël. Kryesisht janë dhe bar, restorante, të cilët janë hapur. 7 biznese janë për zonat rurale, kryesisht në njësitë administrative, kurse 3 biznese janë në Bashkinë Këlqyr. Për të nxitur sipërmarrjet e reja, bashkia ka aplikuar politika lehtësuese për bizneset që nisin aktivitetin e tyre. Sipas Jakupaj, subjektet e reja përfitojnë lehtësira gjatë vitit të parë të funksionimit. Nuk i datojnë biznesin në vitin e parë, kështu që për ata lehtësim është. Për Bashkinë e Këlqyrës, kjo rritje numrit të subjekteve të reja të bizneseve lidhet me fluksin gjithnjë më të madh të vizitorëve dhe potencialin turistik që ofron zona. Turizmi në përmet vijon të shënojë rritje nga viti në vit. Vetëm gjatë periudhës janar-korrik, qytetin e kanë vizituar rreth 60.000 turistë, të tërhequr nga natyra, trashëgimia kulturore dhe kulinaria tradicionale. Rritja e fluksit po shoqërohet edhe me zgjerimin e kapaciteteve akomoduese dhe bashkëpunimin me operatorët turistik. Përmeti po një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve gjatë këtij viti. Vetëm në periudhën janar-korrik, qytetin e kanë vizituar rreth 60.000 turistë. Drejtoresha Zhvillimit Ekonomik, Bujqësisë dhe Turizmit në Bashkinë e Përmetit, Etleva Miftari, bën të ditur se destinacionet natyrore, atraksionet kulturore historike, si dhe kulinaria tradicionale vijojnë të tërheqin një numër në rritje të vizitorëve. Surja e turizmit në përmet në këto muaj ka qenë goxha e mirë. Kemi turistë që janë nga Evropa lindore, perëndimore, kemi nga Azia e Largët, kemi nga Spanja. Njëkohësisht kemi edhe vizitorët vendas, kemi edhe diasporën, që në këto momente është e pranishme për arsye se periudha korrik gusht marrin leja dhe kthehen në vendlinjen e tyre. Sipas Miftarit, një rol të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit ka edhe bashkëpunimi i fryqshëm mes Bashkisë së Përmetit dhe operatorëve turistik, i cili ka ndikuar në promovimin e mëtejshëm të destinacioneve. Bashkëpunimi midis bashkisë dhe operatorëve turistik gjithmonë ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë, që do të thotë, edhe neve u përgjigjemi atyre në momentet të caktuara kur ata kanë nevojë, sidomos në ditët e festave, në ditët që neve kemi në kalendarin ton gjërat që organizon bashkia, ata janë prezent. Për t'ju përgjigjur kërkesave në rritje, qyteti ka zgjeruar edhe kapacitetet akomoduese. Aktualisht në përmet numërohen rreth 1.600 shtretër në shërbim të turizmit, ndërsa pritshmëritë janë që fluksi vizitorëve të vijojë të rritet edhe gjatë muajve të tjerë. Rreth 60 fëmijë të Përmetit po shijojnë në një verë ndryshe përmes kampit veror të organizuar nga Bashkia e Përmetit. Aktivitetet argëtuese dhe edukuese u japin atyre mundësi të zhvillojnë aftësitë, të krijojnë miqësi të reja dhe të kalojnë kohë cilësore në një mjedis plot energji dhe kreativitet. Rreth 60 fëmijë të moshës 6 deri 11 vjeç janë bërë pjesë e kampit veror të organizuar nga Bashkia e Përmetit. Nga e hëna deri në të premtë, ata marrin pjesë në aktivitete të ndryshme edukative, sportive dhe argëtuese, duke kthyer verën në një periudhë plot lojra, aktivitete dhe miqësi.
Pjesëmarrja e fëmijëve ka qenë gjithmonë e kënaqshme, gjithmonë në shumë. Si vjet frekuentojnë kampin rreth 50-60 fëmijë. Disa fëmijë largohen, të tjerë vinë, pra hyrja dhe dalja e kampit është e lirë. Fëmijët këtu kryojnë dhe bëjnë aktivitete të ndryshme, lojëra, vizatime, këngë, valle. Pra, veprimtari nga më të ndryshme edukative dhe cilësore. Pra, kalojnë një kohë cilësore jashtë teknologjisë. Risi e kampit veror këto vit është përfshirja e infermieres, e cila zhvillon orë informuese me fëmijët mbi ndihmën e parë dhe kujdesin për shëndetin, duke i pajisur ata me njohuri praktike për situata të përditshme. Njësia vendore kujdesit shëndetësor përmet, krahas shërbimeve të tjera, këtë vit në bashkëpunim me Bashkim Përmet, ofron shërbim shëndetësor në kampin veror të fëmijëve, i cili zhvillohet çdo verë në qytetin e Përmetit. Përveç ndihmës së parë, përveç rasteve të emergjencave shëndetësore, një tjetër shërbim që ne ofrojmë është gjithashtu dhe edukimi shëndetësor parandalues, ku krahas temave të zhvilluara, ndër më kryesore do të përmendim temat lidhur me emergjencat shëndetësore gjastinës së nxehtë, siç janë pyetjet, helmimet, planet për kujdesjet për sigurinë ushqimore, ndihmën e parë në raste nga më të ndryshmet, pickimet, apo raste të cilat mund të shfaqen gjatë stinës së nxehtë. Aktiviteti kryesor i yni bazohet në dhënien e ndihmës së parë, por dhe në kujdesin parandalues si një vlerë e shtuar për sigurinë e fëmijëve. Edhe vetë fëmijët shprehen se kampi është një nga përvojat më të bukura të pushimeve verore, pasi përveç lojrave dhe aktiviteteve të shumta kanë krijuar edhe miqësi të reja. Kam shumë dëshirë të vi çdo ditë, edhe më pëlqen kampi, është shumë bukur, argëtohesh shumë gjëra. Kam njohur shumë miq të rinj, shokë dhe shoqe. Loja më e bukur është loja basketbol, se argëtoheshim edhe të bënim keramik. Sot mësuam në rast helmimesh edhe në rast mbytjesh në ujë ose ndet. Për mua personalisht është shumë e vlefshme, do më duhet jo vetëm tani, po gjatë gjithë jetës. Është një mësim që s'do harroj të jetën dhe për mua është e vlefshme, se shpëtoj një jetë njeriu. Çfarë mësuat? Kam 5 vite që vi në këtë kamp, bëjmë shumë aktivitete të ndryshme, po ashtu dhe biseda. Shkojmë dhe bëjmë ekskursione në natyrë, duke vizituar disa fshatra të Përmetit, kisha dhe banesa të ndryshme. Kampi veror mbetet një nga mundësitë më të mira për të mbajtur fëmijët aktiv gjatë pushimeve, duke u ofruar një mjedis të sigurt, argëtues dhe edukues, ku ata të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe të kalojnë kohë cilësore me bashkëmoshatarët. Qendra Muzeu i Fjalës Lefter Qipa organizoi ditën e shtunë aktivitetin e titulluar Dita e grupit të pilurit, një organizim që përcolli emocione e kujtime përmes interpretimit të këngëve të këtij grupi. Ky aktivitet synohet të marrë vlerën e një feste tradicionale të përvitshme në motiv të së cilës do të mbeten vlerat e grupit të famshëm, këngët kryeveprat polifonisë shqiptare dhe krijimtaria 60 vjeçare e grupit të pilurit që e themeloi dhe udhëhoqi artistikisht poeti Lefter Qipa nderi kombit. Piluri përcolli dje një ditë mbushur me nostalgji, me krenari, me kujtime, me nderime dhe sidomos me ndjenjën e lartë të trashëgimisë si një pasurie që lan artistët e grupit të pilurit. Veprimtaria u çel me hapjen në një ekspozite fotografike, këngë, teatr dhe udhtim, të sjella nga arkiva e Agjencisë Telegrafike Shqiptare. Një aktivitet që inicohet për të qenë i përvitshëm në çdo 25 korrik si Dita e grupit të pilurit. Iniciativë dhe organizimi i Qendrës Muzeu i Fjalës Lefter Qipa, e cila do të marrë vlerën e një feste tradicionale në motiv të së cilës do të mbetet vlerat e grupit të famshëm, këngët, kryeveprat të polifonisë shqiptare dhe krijimtaria 60 vjeçare e grupit të pilurit që e themeloi dhe udhëhoqi artistikisht poeti Lefter Qipa nderi kombit. Ishte një ditë e pasur me emocione dhe momente të veçanta. Po prefektja e qarkut të Vlorës, zonja Evisa Lushi, vlerësoi kësi organizimesh dhe sidomos trashëgimi të tilla aq autentike për kulturën shqiptare dhe këngën labe në përgjithësi. Piluri është një fshat që është i bekuar, ka një natyrë të bekuar, por është i bekuar për njerëzit që ka. Janë pikërisht njerëzit e këtij fshati, të cilët kanë mundur të mbartin, të krijojnë këtë grup dhe jehona e të cilit është përtej territorit të fshatit të Pilurit. Sot ne jemi këtu për të festuar këtë 60 dhjetor, për të nderuar themeluesit e këtij grupi, të madhin Lefter Qipa,
drejtuesit ndër vite, ata të cilët kanë kontribuar në dhënien e këtij emri të madh të grupit të pilurit dhe patjetër unë dëshiroj kam besimin dhe dëshirën e madhe që të rinjt të marrin stafetën e krijuar në vite dhe ta përcjellin këtë traditë të krijuar të grupit të pilurit. Grupi i pilurit ka shkruar epokë. Unë kam qenë e vogël, 12-13 vjeçe. Ati ku jeni ullur juve, ati kemi bërë provat me të paharuarin Lefter Qipa. Ishim një grup mix, edhe të vegjël në mosh, edhe më pritur. Bëm një program kështu si punë koncerti dhe konkuruam në Himar. Atje ishte herë parë, morëm të çmim të parë. Nga Himara filluam gjitëm edhe Llogaran, arritëm në Vlorë. Nga Vlora, arritëm në qendër lart prapë në Tiranë. Ju bë një jehone jashtëzakonshme. Sa ti jemi gjallë, jetoj dhe kënga dhe polifonia e grupit pilurit është këtu, s'ka litur në zemrën time. I bëj thirrje dhe i them që gjithë brezit të ri edhe këtyre se janë të ri, ta promovojmë dhe të mos e lënë, të mos e harrojmë këngën edhe polifoninë e pilurit. Të jetë e pavdekshme në breza. Sepse kur isha e re, thoshja o buko, kur të më desë babaja, mamaja, unë do harroj dhe do këndoj, nuk do qa dot. Sepse jetoja edhe në gjumë jetoja me këngën. Ju a them sinqerisht, edhe sot jetoj me këngën. Bashkia e Himarës, si mbështetëse e kësaj veprimtarie, u përfaqësua nga stafi i Drejtorisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe nga sekretari i përgjithshëm zoti Pervin Gjikuria. Aktiviteti moderuar nga gazetari Aleksandër Qipa përfshiu intervista dhe kujtime me protagonistët e famshëm të këngës piluriote si Katina Mërkuri, Rimioni Muço, Vasillo Koka, Stavro e Piro Mërkuri, Polo Qipa, Milto Gjiçali, Hektor Qurku, si dhe miq dhe adhurues të këngës piluriote si drejtuesi i shoqatës Rajon, Feksor Shkurti, drejtuesi i shoqatës, Kallarati, Besnik Kongjoni dhe artistë e gazetarë të ndryshëm. Në aktivitet u nderuan dhe vlerësuan për kontributin e tyre të shquar artistët e kësaj trupe, të cilët gjenden në botën e amshimt duke u konsideruar si të pamunguarit e munguar. Në mbyllje të veprimtarisë përshëndeti edhe pjesëtari i grupit të pilurit, aktualisht drejtuesi i ansamblit Bejke Bardh Pilur, poeti Kristo Qipa. Një herë është drejtori i festivalit Netët e Bejkës së Bardh. Është një ditë historike, aq kujtim dashurve, aq të dashura se ringjall të njerë titull. Kishte dhe të tjerë këngëtarë, po ishte një grup i frymëzuar dhe i dashur nga gjithë fshati dhe nga gjithë Shqipëri. Kemi dhënë kontribute me kongresën dhe gjithë. Kam marrë pjesë në çdo si mbumshës dhe si kërcimtarë. Dhe jam shumë falenderor për këtë ditë historike, sa t'i jem, dohem me atë guxim, por u lë dhe një dijeni të mirë, të rria, të raja, të vazhdojnë. Pas veprimtarisë, pjesëtarët e grupit të pilurit evokuan përmes interpretimit të tyre repertorin e pasur të këngëve të famshme. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takoshe.